Ndërkohë, gjithmonë jemi në lindjet mesme edhe pse me ishte tamam dhe kur ikëm pak të Ania, që u godit diku ati afër në zonë ishim. Tu jemi në detin me zë. Këtu jemi detin me zë. Po, kurse atje ishim në detin e zi, tu jemi në anën tjetër, pra tu jemi ky konflikt si rrjedhoi konfliktit me Iranin. Pra është ricikluar dhe njerë konflikti që kishim vitin që shkoi. Ushtria izraelite ka hyrë deri 30 km në jug të Libanit dhe rreth 1.100.000 njerëz kanë lëvizur nga jugu i Libanit. Ja, kemi hartën, të nëzjeri hartën vetë tani. Kanë lëvizur në veri. Rrugëve të Beirutit shikohen çadrat dhe njerëzit që janë vendosur rrugëve. Janë 95% e popullsisë që ka lëvizur janë shiit, po ka dhe një 5% popullsi të krishterë që kanë lëvizur nga popullsi libaneze që kanë lëvizur. Ja. Këto me këto shenja si bojqiell, si kështu, jo bojqiell, çfarë është kjo si to janë trupat izraelite. To janë trupat në tokë, izraelite që janë futur, janë shtuar shumë, Dhe në këtë moment kemi një luftë drejt për drejt mes trupave të Hezbollahut edhe trupave izraelite. Por në anën tjetër izraelitët kanë goditur me sulme aerore edhe Beirutin jugor gati çdo ditë, po dhe qendrën e Beirutit. Madje kanë goditur edhe në mënyrë të vazhdueshme kanë goditur edhe ambasadën iraniane dhe objektivat iraniane në Beirut. Qeveria e Libanit ka deklaruar se i ka hequr statusin diplomatik diplomatëve iranian dhe kërkon largimin dhe dëbimin e tyre, ndërkohë që Hezbollahu i ka marrë në mbrojtje dhe Hezbollahu ka kërcënuar qeverinë libaneze se do të përgjigjet dhe sot Libani është në rrezikull dhe në kërcënimin e luftës civile brenda. Pra, që ta thjeshtojmë me pak fjalë. Edhe sikur sot të përfundoj lufta Iran-Izrael-Amerik, rreziku i vijimit të luftës Izrael-Liban, pasi edhe nga Izraeli ka lëvizur një pjesë e popullsisë gati 100.000 banor nga veriut drejt jugut dhe qyteteve të jugut. Ndërkohë janë 1.100.000 banor që kanë lëvizur nga jugu i Izraelit, nga jugu i Libanit në qendër dhe në veri. Janë goditur dhe objektivat, Izraeli ka goditur dhe objektivat të tjerë të Hezbollahut në kufi me Sirin apo dhe brenda në Siri në lartësitë Golan. Ato shigjetat që sheti aty janë në lartësitë Golan. Pasi qeveria e Izraelit ushtria izraelite ka bërë qartë se ka ndërmend që të pastrojë gjithë territorin nga operativat e Hezbollahut dhe nga tunelet e Hezbollahut. Ndërkohë që Hezbollahu ka vazhduar në vijushmëri të godas pra objektive izraelit në qytetet dhe fshatat e veriut të Izraelit. Në këtë moment, tensioni shumë i lartë mes shiitëve, Amalit, por në mënyrë të veçantë Hezbollahut në kryeqytet dhe në zonat e tjera të Libanit. Kryeministri i Libanit, i cili është edhe ish kryetari i gjykatës Hagës në themelimin e saj, është një personalitet ndërkombëtar dhe është një njeri shumë i respektuar brenda Libanit, po mundohet të shmang me negociata, po mundohet të shmang fillimin e një lufte civile në Liban për të ricikluar luftrat e mëparshme. Ajo që vjet re është pavarësisht kërkesës së presidentit libanes, po dhe të kryeministrit për të shkuar në Shtëpitë Bardha, po edhe në Champs-Élysées në Francë, për shkak të rolit historik që ka patur Franca me Libanin. Deri tani nuk ka patur në një interesim të veçantë. Të thuash Pallatin Elizet e Macronit. Po. Pra nuk ka patur në një interesim të veçantë qoftë të Francës, qoftë të politikës amerikane pra Shtëpisë Bardhë për të përfshirë në konfliktin që është më i vogël dhe nuk është në qendër të vëmendjes botërore, pavarësisht se është një konflikt shumë i përgjakshëm, deri tani ka rreth 1.500 vrarë në Liban, dhe siç e lexuam më parë rreth 100 ca të vrarë. Çfarë janë këta? Civil apo ushtarak? Civil, ushtarak. Që son ushtarak, luftë është ajo. Po themi që lufta po vazhdon dhe kërcënimi kryesor, pra pavarësisht kësaj, nuk është se ka patur një vëmendje në rritje për ato që po ndodh në Liban. Ore kullon s'kam kuptuar asnjëherë, valla, fal që ndërpres.
si ka mundësi që në zemër të luftës me një super fuqi që është Irani, se është fuqi rajonale Irani, e pa parë. Po. Ku i gjen fuqin trupat, kurajon, kohën, izraelitët që të bëjnë luftë edhe toksore përveç bombardimeve në Liban. A mund ma thuash ti që sa ushtar kanë këta njerëz më burr? Ata kanë atëre Izraeli është Çfarë është ky vend më burr? një nga rastet e rralla që mund të thrasë deri në 350.000-500.000 trupa rezerviste në çfarëdo lloj moment, sepse shërbimi ushtarak në Izrael është i detyrueshëm si për gratë edhe për burrat. Qartë. Në rastin konkret ata kanë thirrur trupa rezerviste vetëm për Libanin rreth 150.000 trupa rezerviste. Në konfliktin e Gazës para 2 vjetë e gjysmë, ata thirrën 300.000 trupa rezerviste në më pak se një javë, erdhën dhe Izraelit nga jashtë, domethënë u kthyen në Izrael. Në rastin konkret kemi rihabilitimin e trupave rezerviste dhe dhënien e urdhrave për komandën e veriut në mënyrë që të rifillojë lufta në Liban. Dhe në këtë moment pra kemi 2 luftra që po shkojnë paralel me njëra tjetrës, cilat janë të lidhura me njëra tjetrën, po nuk janë drejt për drejt lidhura me njëra tjetrën, që është lufta në Liban dhe lufta në... Ti thua e ka kapacitetin ta bëj? Sigurisht, Izraeli në këtë moment po përfiton nga përfshirja e Shebas dhe thirrja e Shebas në rajon dhe paralajmërimi se Shebaja do të sjelli rreth 10.000 trupa shumë shpejt operativ në gjirin persik. Për këtë arsye Izraeli ka zhvendosur trupat në veri në Liban dhe kemi një luftë të mirë fillt për gati një javë 10 ditë në Liban, një luftë e cila po rrit numrin e të vrarëve për ditë dhe të zhvendosurve civil. Dim në rezultat për shkak ka arrit në rezultat Izrael në Liban me gjithë këto goditje? Po, është futur rreth 30 kilometra. Jo, po a ka vrarë gjë nga Hezbollah apo jo është puna? A ka eliminuar gjë? Janë rreth 1500 vrarë, tash sa të vrarë janë operativ të Hezbollahut apo jo, këtë gjë ne nuk e dim, por dim që Izraeli kishte paralajmëruar vjetë se kishte eliminuar Hezbollahun dhe gjithë depot dhe rezervat e Hezbollahut në jugun e Liban. Ky fakt nuk është vërtetuar përkundër se ka ndodhur kundërta, pas e filloi lufta sulme direkte Izraeli bashkë me Shebat në Iran, rifilluan sulmet nga Libani drejt Izraelit dhe ai konflikt që u mbyll vjet ka rifilluar dhe cilin e po e përshkruajmë tani, pra përveç luftës madhe që kemi pra Iran, Sheba, Izrael, kemi dhe luftën e vogël që është Iran, që është Izrael Liban, Izrael Hezbollah dhe rreziku dhe kërcënimi real që mund të kemi dhe një luftë civile në Liban mes Hezbollahut, ushtrisë... Qeveria e Libanit dhe ushtria libaneze është kaq e dobët sa që nuk është kaq e dobët. Një pjesë e ushtrisë është me Shia dhe problemi është që Hezbollahu është një shtet brenda shtetit dhe ka trupa të mirëfillta. Sepse do kujtuar që është parti politike kullanji. Është parti politike, është lëvizje fetare dhe është lëvizje ushtri. ushtarake. Është ushtri. Po, dhe dim që sa është numri në ushtri? Apo s'kemi një shifër të qartë? Minimumi 30.000, po edhe më shumë. Jo më shumë. Minimumi 30.000 operativ, po edhe më shumë. Mund të shkojnë dhe deri në 50.000. Ndërkohë që ti Të thua mirë izraelitët, stërvitur, të mirë të armatosur. ndërkohë që izraelitët thua ti, futen deri në 100.000 dhe më shumë atje brenda. Çështja është që futja e izraelitëve nuk është se është një luftë, një ushtri e cila do shkojë në Beirut dhe në momentin që shkon në Beirut, i parasysh që të gjitha zonat Po ndodh diçka, më thon kullan fal që ndërpres. Ledio, ku po ndodh na lajmërojnë? janë në Tel Aviv. Në Tel Aviv. Ja ti shohim, Ledio nxirre pak në ekran Tel Avivin. Ja. Vetëm Tel Avivin nëse mundesh? Ja e ke aty. Jo? Okej, dakor. Tani Tel Aviv, ç'a po shohim Ledio? Po shohim, mund ta ndihmosh? Po shohim raketat, sistemi raketor izraelit që po përgjigjet, Iron Dome-in. Ndërkohë po shohim akoma ardhjen e... Ja, kemi aty, gjuhetjen. Tani ky është moment suspensi për shumë. Unë tani në këtë moment nuk dua ta heq vëmendjen edhe pse nuk e dim ku është ndriti, do të thënë nuk e dim ku është, nëse ka ardhur. Besoj se jo, po shumë interesante të kuptojmë tani, por shohim Ledion, nëse kanë zë këto, kanë zë këto kamerat? Se mund të ketë ndonjë zë atje. Ta fusim pak? Është e bukur, Po mundohem ti kontrolloj. Gjithsesi, shikoni, zëra zotrin, shikoni në të majt, kur shikoni ekranin, shikoni të majtën tuaj lart atje ku lexon Tel Aviv Izrael. Shohim këto si quhet molla? Raketat, jo raketat. Këto pra, okulla, si quhen këto mërë që godasin raketat? Iron Dome. Iron Dome ishtë anglisht. Interceptorët e raketave, kundër sulmusit e raketave.
Mos na iku. Tani bën të regjia, qa perle. Ata i shohim gjithë shka. Ja të shohim pak? Ja. Po ndërkohë kjo pamja këtu është çuditshme, se kjo kamera është vend diku, duhet të është vend diku në një vend që në një si tip kështu kulla. Shikoj poshtë, duket se është vend në një vend që ka një gjithë rrumbullakt. Duhet jetë në një ndërtesë. Do të jetë një ndërtesë dhe nuk e kuptoj mirë, domethënë cila Jetë në një ndërtesë, po duket që ka një reagim të sistemit të mbrojtjes ja, që vjen nga krahu djathtë. të sistemit mbrojtjes antiraketor. Ndërkohë unë jam kurioz ta di kulla, nëse bie ndonjë raketë në Tel Aviv, ne mund ta shohim këtu live? Po sigurisht që shohim live. E shohim thua? Po, po. E shohim siç janë parë dhe filmimet e tjera. Opa, o sint. Iku sinjali ke në kamera. Iku sinjali. Po. Iku dhe vjen prap. Rikthyer. Edhe vjen prap. O sint, por të gjithë që se dini dhe më vona mora vesh, o sint do të thënë open source intelligent. Po. Do të thënë Burime të hapura inteligjente. Që janë këto kamerat që mund t'i shohim të gjithë, do të thënë. Të gjithë po duan ata që i kanë komandën. Jo, ka fjalën për desa i lënë të hapura. Po të duan qendrat e komandës të kontrollit që t'i lënë t'i shohin gjithë, se po mos duan. Jo, I sigurisht. parasysh që çdo burim informacioni civil është dhe burim informacioni ushtarak, po duash, kështu që. Ndërkohë kulla këtu poshtë, hape një radio, këtu i lexon Central Izrael. Ku i bie ti jetë kjo? Po në qendër të Izraelit, qendra e Izraelit është edhe Jeruzalemi, është edhe. Kemi pothuajse gjithë Izrael, jo të gjithën, po kemi dhe Haifa poshtë. Aty është Haifa, është në veri, është. Është në veri. Nuk është në det kjo Haifa kulla. Haifa është në det, është Në det. portual, është shumë i E bukur. qenë ti? Është i bukur? Shpesh. Nuk ka lidhje me Izraelin. Apo dhe kjo me kullot larta është kështu. Jo, kjo është, ka dhe kulla, po kjo është qytet tradicional, janë shumë me dursi, me qytetet mezetare, shumë i bukur, sepse është një qytet që ka dhe shumë arab. Ndërkohë Jeruzalemi është poshtë fare, po nuk e dia a shikoni në ekran Kemi apo dhe jo. efektet zanore. I kemi? Po. Vazhdojnë këto. Sirena. Si quhet në gjithë nuk e. Aerodomi. Ja, sirenat e alarmit. Pra Tel Avivi po reagon në këto momente. Që do thotë janë nisë Tel Aviv këto apo jo? Ato mund t'jenë nisur Tel Aviv, po mund t'jenë nisur dhe aty afër. Tel Avivi është në det, mund t'jenë nisur edhe në ato, në qytet Tel Aviv, po mund t'jenë nisur edhe në ato qendrat afër. Tel Avivi është qytet shumë i madh. Ja dhe zhurmë. Ja gjën zhurmë. Në qose ne në qose zëri është mirë të ne le lere zhurmë, në qose nuk i bezis të rishikusit. Tjenë dhe zhurma në sfond dhe ne që flasim me kullën. Kjo zhurma live që vjen nga kamera e Tel Avivit le tjo? Nuk e di nga cila kamera është burimi i audios, po herë pas here dëgjohen dhe sirenat e ambulancave. Bukur. Me qëra fjala, Sistemi Para sa në kullën të sistemi ikit? mbrojtjes civile izraelit është i jashtëzakonshëm. Reagimi i tyre, domethënë, momentin që ndodhin gjithë Çmenduria. live është i jashtëzakonshëm. Pyetje, kemi pyetje. Pyetje kemi para se të lë të lirë kulla, Po. se dhe të falenderoj për sonte dhe për sonte që më erdhe. Jemi duke përjetuar historinë live, zonja zotëri, një pjesë të historisë botës sigurisht. Adis Ejupi thot përshëndetje, pyet zotin Kulla lutem Çani, pse je kaq prezent në këtë kohë në ekran? A mund Ka të një shpjegosh? njoftim, ka një njoftim kamera që rreziku kaloi, incidenti mbaroi. Nuk e kuptova. Kishte një njoftim në Ka një njoftim nga autoritetet Rreziku izraelite, kaloi. të cilat kanë paralajmëruar goditjen që rreziku kaloi, vazhdon vazhdimi, po. Që do të thotë që Jo, unë ndërkohë po shoh, ne po shohim live tani që ato po vazhdojnë të ngrihen. janë kundër Sistemi raketave. antiterror. Po, Jo? ishte një informacion Unë shoh te Tel Avivi lart. Shikoni. e pam. Është live o plak. Po si jo, ne po i shohim. Po. Ja. Po dallohen, vetëm nëse është iluzion. Janë miza. Mund të jenë miza thua? Pita. po këto që janë afër sigurisht janë Jo, po nuk janë afër rëdi, ato duket ato janë larg, janë. Ato janë larg o plak tani, po ju vërtet nuk i Dy shikon. pikat që janë në qiell, që fiken dhe ndizen, po këto tjerat që janë afër janë insekte. Jo, po goditet nga larg, ato shihen që janë goditje nga larg. Është sistemi raketor izraelit që po kundërpërgjigjet. Qa perle. 3 pyetje për Kullën dhe të bëhet gati, ka ardhur, Ledjo ka ardhur një dritë vokshi në studio të bëhet gati mikrofoni. Ti vjet mikrofoni ndërkohë që. Duhet hikim më parë, pastaj ti vjet mikrofon. Okej. Cila është Përshëndetje, veçan? zoti Kulla thot, pse kaq prezent në këtë kohë në ekran, thotë, mund të shtiesh
A duhet të jesh këshu me që... Kjo ka me kujnë kulla. A duhet të jesh, thot sepse duhet foru shumë për Izraelin këto ko? Jo, nuk jam kritikarti. Kur që flitet për artë në media shumë... Adis e jupi e shkunë, Adis e jupi. Adis e më shumë i bukur. Jo, po kjo të kuptohet që lidhje tua me Izraelin. Më kujton Addis Abebën. Është kryeqyteti i Etiopisë. Ziping, zoti Çani, zyrtarizoi takimin me Trump në 16 maj. Deri atëherë gojimat do hanë dhe jam deri. Ma thot Beri Bushi. Zoti Çani, Baluchistani do ta rrezoj Iranin se është emri i lezetshëm. Baluchistani do rrezoj Iranin. Në fakt bukur do ishte të kishim një shtet Baluchistan. Po Baluchistani nuk zgjerohet vetëm në kufit e Iranit, zgjerohet edhe në kufit e Pakistanit. Po pse jo? Po nuk besoj që është kaq e kollajt kjo gjë. Brëmbrëma zoti Çani, pyete Kullën, mendon se kjo luftë do zgjasë shumë si lufta me Irakun dhe Afganistanin, apo nëse zgjas shumë merr për keq puna? E kemi thënë që në fillim të luftës që nëse kjo luftë i kalon disa javë, rrezikon të kthehet një luftë globale. Si dhe përfshien e luftë Kina dhe Rusia me armë bërthamore? Ajo është me hipotetike, për momentin konflikti është i përqendruar në lindjen e mesme. Ose mirë në gjirin persik. Çani, pyete Kullën, nëse do ishte në vend të Donald Trumpit, a do vepronte siç ka vepruar Trumpi deri tani? Unë nuk jam Donald Trumpi, nuk mund të jap përgjigje të tilla. S'mund të vihesh dot në vend. Jo, ke edhe një herë alarm të kuq thot nga Izraeli. Red alert. Shikoni doli prapë alarmi lë jo. Red alert. Po, tani doli përsërish po. Confrontation line. Kupton? Çfarë? Këtej. Çfarë ka këtej? Çfarë jetë kanë ata në sa ofën Libanon pra? Jo, është nga krahu djathtë. Jo, e kishte edhe në Tel Aviv, e kishte edhe në jug të Libanit. Domethënë, është sistemi i mbrojtjes civile që ka Izraeli që në mënyrë kështu me inteligjencë artificiale njofton direkt njerëzit që u nisën raketet, po vinë raketet, kupton? Tregon se sa të lartë ka nivelin e A edhe në Liban është confrontation line? Por tu do të thoshe? Po, edhe në kufirin Liban-Izrael, edhe në Tel Aviv. Ndërkohë Jeruzalemi i qetë. Zoshene, mede iraniane e kanë legenosur fanë Amerikën, thot, çfarë po ndodh, thuaj zotit Kulla? Medet iraniane, po atë pun ka medet iraniane, apo jo? Unë nuk jam këtu për të komentuar, as mediat iraniane, as mediat izraelite. Mos t'i vete ka seriozisht. Ne do komentojmë luftën. POTUS është president of the United States, jo komanda, më thonë. Po pse kush është komandanti i forcave të armatosur? Bravo. Tirana jonë thot, përshëndetje, pyetje për zotin Kulla, a nuk po kërkon në fakt Irani të fitoj në tavolinë atë që nuk po e humb dot në luftë? Dhe nëse po, a ka shëbëha hapësirë reale për kompromis apo thjesht po blen kohë? Ta shohim, mbetet për të parë. Lajeri ishte ky. Çani pyetje pa Kullën, apo të riqen vendet arabe nga investimet që po bënin SBA me miliardë dollar për shkak se nuk po i mbron SBA? Nuk është se do të rishin për shkak se nuk po i mbron. SBA i ka mbrojtur dhe sistemet e SBA-s i kanë mbrojtur deri tani, aq sa i kanë mbrojtur. Problemi është që nëse vendet arabe nuk e shesin dot naftën dhe gazin, me çfarë do t'i blejnë pastaj borxhin e jashtëm amerikan. Kështu që sulmi i Iranit ndaj vendeve arabe ka një logjik, nuk është pa logjik. Bravo. Qartë. Bledian Sulka, Kulla thot një koment nga zoti Kulla, ju lutem, çfarë mendoj kur pa Melania Trump që është shfaqur me një robot në shpinën e bardhë, thot, si interpreton këtë Kulla, thot? Se kam parë dhe nuk ka ne çudi, sot robotët janë një gjë shumë normale. Si demonstrim teknologjik apo si një mesazh dhe fuqisë si Çina, Rasha nga United States? Zoti Kulla, kush ka dalë? Ja. Alarmi dhe ambulancë. E di. Është gati ndriti? Ose ka mikrofonin? A duhet pauzë? Po pse s'ka mikrofon tjetër? S'ka kush? Sepse ai që për mikrofonat punon te audio. E harroj gjithmonë. Çfarë thënë? Ledjo, hajde këtu, ktheu. Hajde Ledjo. Do ta mbash me ndritin këtë ti. Ta kemi edhe me ndritin që se ndodh gjë. Kulla të falenderoj ashmase që merr. Faleminderit. Ishim me zotin Ilir Kulla, zënëzotri që ju e doni aq shumë, si çdo të premte nga ora 9 e darkës deri në orën 10 e pak. Do ta lë të lirë tani zotin Kulla, po para se të iki Kulla do ikim me xhiron Çilek Ledjo urgjent tani. Për gjithë ju. Sa emri i bukur Çilek. Çilek. Çilek është në fakt një mark